piramiden e ka ndërtu shtëpinë, grua në shtëpi, fëmijët i ka të rritur, edhe kjo vjen domethënë nga meshkujt prej 40 vjet sidomos, që trajtojnë masivisht me vajza të reja, sepse kjo ndodh pikërisht nga gjinia mashkullore. Edhe pastaj po vjen kjo si trend që gruaja po shkon po kërkon divorc. Apo vjen kjo që vajzat e reja janë të prirura me abuzu edhe me dol me moshkuj mbi 40 vjeçar? Absolutisht. Okej, që po del ka është veçare del, po te marrë shumë qapo të me vajza të reja, se gruja jote s'ka ku shkon, apo se ja ku mbu fëmijë të gruas, s'ka ku shkon, ajo s'bone pyetje, farë pyetje ajo. Që vajzat e reja janë të prirura me shiku burra mbi 40 vjeçar. Beqare ka gjithë qatë rrugë dhe do në beqare. Se po e qëllë teme në një kërë tjetër, e po të thova thash që meshkuj nga mosha 40 vjeçare ose 40, po të atën kështu, po të trajtojnë masivisht i pas statistikave. Edhe, vajza nëse ti po del me ta, nuk e din që ti e martuar në ditën e parë. Edhe që ke fëmijë në shtëpi dhe grua. Të lutem, kështu që kjo pse po vjen. Pas mundesh besoj ke shoqëri me jetu edhe mundet një me kon çast që mundet me majt sheft sa dosh problem që ti me majt shef martesën kur ke fëmijë dhe kur je mbi 40 vjeçar. Në Facebook ke fotografi, në Instagram ke fotografi me gruan me fëmijët me. Vet fakti, unë s'kam nga fotografi hiç. Po s'kam fotografi hiç, po është shumë e lehtë. Një vajzë 20 vjeçare kur komunikon me një burr 45 e më tepër, duhet me e di që i martu mos është një problem që ose të ramë për amër, ose të ramë për amër. Ama ma shumë shkoko, te lyp me atë amër, do të kërkosh me atë amër. Nuk e gjykoj veprimin e kërkujt, se unë edhe sot, edhe ata që të radhtojnë, edhe 30 vjetë edhe martir, o zgjedhja tyne, mi 18 vjeçar, është zgjedhja tyne, edhe unë e respektoj zgjedhja tyne. Po jo bre, po e keni marrë që ta veç famra faj, gjithmonë. Është zgjedhja edhe nesër me ndodhë, ku me ditë ku, pra unë po thamë. Edhe nuk po dua me bëj që me ditë na mashtit më të mirë, vajzat më të këqija se kundërta. Kushdo që e bën, o zgjedhje, po nuk po m'pëlqen me argumentu me mungesën e njohurive, kur sot ti ka mundësi me ditë edhe gjana